Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Istog, ku një grua e re ka humbur jetën pasi ishte plagosur me armë zjarri. Burime të besueshme nga strukturat e afërta me hetimin bëjnë të ditur për sinjalin se më 20/02/2026 rreth orës 16 nga emergjenca e Istogut është pranuar informacion për një person të plagosur me armë zjarri. Viktima është identifikuar si Leonora Magjaraj Shoshi, 25 vjeçare, bashkëshortja e zyrtarit policor Valdrin Shoshi, i cili shërben në njësinë speciale operative në Mitrovic. Dyshohet se ajo është plagosur në pjesën e abdomenit me armën zyrtare të bashkëshortit. Sipas stafit mjekësor, 25 vjeçaria i u nënshtrua menjëherë ndërhyrjes kirurgjike emergjente, por përkundër përpjekjeve maksimale të ekipit mjekësor, ajo nuk arriti të mbijetojë dhe u konstatua e vdekur rreth orës 19. Rastin po e heton njësiti i hetimeve rajonale në Pej, ndërsa autoritetet kanë nisur procedurat për zbardhjen e plotë rrethanave të kësaj tragjedie. Varrimi i të ndjerës bëhet nesër, më 22 shkurt 2026, në Varrezat e Magjarve në fshatin Vrell, me fillim në ora 14.